Faleminderit, Luiza, që ma le gjithmonë shtremët. Po, mund t'ja thosh në spanjisht të ta lër drejt, se nuk kupton shqip. Lascialo diretto. Hajde, Gjemi. Diretto. Ta pusin dorën këta desa je votën, pastaj të rrasin shelmin. Kjo është momenti para se mi dhanë votën, kur jetu e fut të kutia. Ajo votë që do numërohet disa herë. Kjo votë që tundi djepin. Kjo dorë që tundi votën. Okej. Monitorime. Lëre mos më fol fare, sot jam shumë e mërzitur me ty. Po çfarë të bëra mi? Si çfarë më bëre? Unë të marr në telefon gjithë fundjavën dhe ti nuk më përgjigjesh? Po një sekond. Ka luajtur kombëtarja dhe kur luan kombëtarja se ka mendin masive. I fik gjitha. Për asnjë gjos më shko mendja tjetër. As tek unë? Po as të kërkush më, të kërkush fare, hi fare. Edhe këtë e the? Dgjoj, ta shpjegon Milaimi ty se çfarë ndodh me i mashkull kur luan kombëtarja. Hënjer. E kishte njëri mendet të zgjedhjet aty Milaim apo fare? Absolut, jo të zgjedhjet pas të seksi, se lema të zgjedhjet. Domethënë gjithë ishim jo mirë as pak se ty duket keq, po ne kishim mendjen se Kosova e mundi Serbin të gjitha dimensionet. Tani a jemi live të ta shpjegoj? Jo, mos fol. Lëre. E kishte njëri mendet të zgjedhjet aty Milaim apo fare? Absolut, jo të zgjedhjet pas të seksi, se lema të zgjedhjet. Korela, a jemi live? Je bëri parashikueshëm, jemi live Milaim, mos fol më. Okej. Tani. Ti Gjemi këto kohët e fundit se si je, domethënë nuk je vetvetja, nuk je mirë. E ke vënë edhe ti, ë? Po si jo? Ku diun se ç'kam një ngërç, po s'po e kuptoj. E po ka zgjidhje për këtë punë. Shiko, futi një 2 gota gjin dhe bëj siç bën kjo goca këtu. Pa hënjer. Unë vendosa që të pinja 2 gota gjin, me thënë drejtën përpara videokollit. Se isha pak në siklet normalisht. E pe ndryshe pastaj, pas 2 gotave gjinit. Mendoj që thjesht pas 2 gotave gjinit isha vetvetja, edhe nuk e kisha më siklet, isha më rahat për të fol, për të komunikuar, për të treguar kush unë isha. A quhet me tequila? Quhet, vetëm pi. Unë vendosa që të pinja 2 gota gjin, me thënë drejtën përpara videokollit. Pas 2 gotave gjinit isha vetvetja. More Juli. Ha. Pa më thuaj pak, çfarë është Këshilli Bashkiak për ty? Po, parlamenti i qytetit le të themi, ose intelektual të zgjedhur, ose ku diun ka. Interesante. Gjithsesi Murrizi ka një tjetër perceptim. Këshilli Bashkiak është debil më si merr vendim për një gjë që nuk takon ty. Dhe unë kam reaguar që ç'është ky delirim i debilëve klasik. Këshilli Bashkiak është debil më si. Muj po shumë rënd pas ka folur ky mi. Ore, ky flet edhe më rënd, po u përmbajt. Kam të leta e faqe bardhë. Ju i rruni opinjat aty. E more vesh më Gjemi. Çfarë mora man? Fest në qeverinë tonë. Më thuaj. Diella është bërë me fëmijë. Ama, dhe ti, po ç'i ke këto? Si ke këto? Po s'ka mundësi. Si më s'ka mundësi, ja të prezantoj me 2 fëmijë të diellës, urdhë. Shfrytëzarta ngjan si vajza e diellës. Ç'a komente ti bësh këtit? Ajo jam. Ajo është pikërisht Shfrytëzarta, bleti marrë kemi pasur dhe sot gjatë ditës. Djali i diellës. Dhe Shfrytëzarta ngjan si vajza e diellës. Ç'a komente ti bësh këtit? Ajo jam. Ajo është pikërisht Shfrytëzarta, bleti marrë kemi pasur dhe sot gjatë ditës. Djali i diellës. Wow, sa shpejt. Edhe vajzë dhe djalë të rritur madje direkt. Po sa shpejt të ngjizin këto kompjuterat. Shpejt dhe madje i nxjerrin fëmijët direkt për punë. Ja ku bëm 4 dhe neve. Ky ishte fiksare për sonte dashamirësh, ne tani bashkë me Jolin do lëvizim duke qenë se vajzat kanë pak punë poshtë tavolinës, por do dalin sipër shumë shpejt. Do ikim të blejmë mish. Eja. Natë mirë vajza, natë mirë. Dgjoj, unë dua të grirë.